Gati, ora! Gati, ora! Çandır! Dero! Efektivi komandas është arrestuar në rastin e dikës së logjistikës dhe datëlindjes dëshmorit kombit Ilir Brushevci. Raporton Muhammed Dimaloku. Kushtar, në oficer dhe oficer ndërimi Avdheut. Ndërimi! Duart poshtë, viz! Dero! Duart poshtë, viz! Nëjë, qeso! Dhe veteran të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, përfaqësues të KFOR-it, përfaqësues të institucioneve, oficer dhe nën-oficer të trupave mbrojtëse të Kosovës, mysafir të nderuar, mirë se erdhët në komandën e logjistikës, për të festuar sot së bashku 20 qershorin, ditën e komandës e logjistikës dhe ditëlindjen e dëshmorit të kombit Ilir Brushevci. Për herë të parë, kjo fest po festohet në vigjilje të festave të mëdha të shtetit më të ri në botë, Republikës së Kosovës. Të nderuar mysafir, për aktivitetet dhe rezultatet e komandës e logjistikës do të flasë zëvendës komandanti i komandës e logjistikës, Kolonel Aziz Hyseni. Zoti General, të nderuara familje të dëshmorëve, invalid dhe veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të nderuar pjesëtarë të KFOR-it, shërbimit policor të Kosovës dhe përfaqësues të institucioneve të Kosovës, ju të pranishëm. Mirëserdhët në komandën e logjistikës në kazermën Adem Jashari, emri i të cilit është simbol i sakrificës, respektit dhe nderit për të gjithë ne.
Sot jemi këtu që të shënojmë 20 qershorin, ditëlinjen e njërin nga luftarët e orëve të para të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ilir Kunushevci dhe ditën e komandës e logjistikës. Ilir Kunushevci u lind me 20 qershor 1969 në fshatin Lluk të komunës Besjanis. Shkollën fillore e kreu në Vëzhan, të të mesme në Besjan, ndërsa studioj në shkollën e lartë teknike në Ferizaj. Rrjedh nga një familje patriotike atë dhe dashte, e cila ju përballoi të gjitha sfidave të okupatorit fashist serb. Në vitin 1986, Iliri u inkuadrua në radhët e lidhjes republikane për Kosovën. Iliri ishte ndërpjesmarrësit aktiv të demonstratave dhe protestat që organizuan në vitet 89-90. Në nëntor të vitit 1989, Ilirit ju vranë 2 bashkëveprimtarët Afrim Zhitia dhe Bedri Sokoli. Ilir Kunushevci, me fillimin e rezistencës Sarmatosur, si pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës, ishte i gatshëm të bëjë luftë të pakompromis duke mos kursyer asjetën. Ai diti të luftoj dhe organizoi shumë mirë aksionet luftarake kundër mekanizmave policore dhe ushtarake të okupatorit serb. Gjërësinë e tij për organizim të mirë gjithmonë rezultonte që aksionet ishin mirë të koordinuara dhe të diltet me sukses në bazë të detyrës. Iliri ishte ndër luftarët më të ngushtë herojë të kombit Zahir Bayaziti, Azir Males, Hakip Zemullahu, Adrian Krasniqit, Luan Haradinajt, Muj Krasniqit e shumë bashkëluftarëve të tjerë. Ai ishte edhe bashkëluftar i komandantit legjendar Adam Jashari. Të nderuar pjesëmarrës, para shoqërisë Kosovës dhe të MK-s është edhe një sfidë që duhet ta tejkalojmë. Ajo është formimi i Forcës së Sigurisë Kosovës në bazë të ligjeve të miratuara nga Parlamenti i Republikës së Kosovës. Pjesëtarët e komandës së logjistikës janë të gatshëm për këtë thirrje dhe besoj që me ndihmën e shoqërisë së Kosovës dhe miqve tanë dhe këtë detyrë do të realizojmë me sukses. Ne krenohemi me shërbimin tonë në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës dhe në trupa mbrojtëse të Kosovës dhe jemi të gatshëm edhe me tutje të jemi në shërbim të popullit të Kosovës. Dëshiroj të falenderoj mediat e Kosovës për ndihmën që na kanë dhënë deri më tash me informimin e mirëfillt dhe të drejtë. Posaçërisht falenderojmë popullin e Kosovës që gjithmonë pati besim në ne dhe në punën tonë. Ju falenderoj për pjesëmarrje rroft Republika e Kosovës. Falenderojmë kolonel Aziz Hyshenin në emër të shtabit përgjithshëm të trupave të mbrojtësit të Kosovës, do të flasë zëvendës komandanti i trupave mbrojtësit të Kosovës, General Major Rahman Rama. Familje dëshmorit Ilir Kunushevci, të nderuara familje dëshmorëve, të nderuar deputet, të nderuar rektor, të nderuar përfaqësues të shërbimit policor të Kosovës, të nderuar pranishëm. Sot, kur po e shënojmë këtë ngjarje të rëndësishme, ditën e komandës së logjistikës dhe ditëlinjes së dëshmorit të kombit Ilir Kunushevci, emrin e të cilit me pietet e mon komanda juaj në emër të gjithë oficerëve, nën oficerëve dhe ushtarëve, ju përshëndes me urimet më të përzemërta për gjithë pjesëtarët e komandës suaj. Emri dhe vepra e dëshmorit na obligon që sot të jemi më të përgjithshëm dhe më të përkushtuar për punën tonë për ta jetësuar idealin e gjithë dëshmorëve të kombit. Shembull konkret është komanda juaj me sukseset që ka shënuar në ngritjen dhe zhvillimin e gjitha kapacitetet në shkallën më të lartë, duke lartësuar kështu edhe më lart jetën dhe veprën e Ilirit, duke synuar gjithë një krijimin dhe ngritjen e ushtrisë së Kosovës. Synim i Ilirit dhe i gjithë dëshmorëve të lirisë. Ilir Kunushevci dhe dëshmorët e tjerë të kombit përmbushën detyra që u ngarkoi historia. Tani është radha jonë për t'i realizuar tonat. Lavdi jetës së veprës së Ilir Kunushevci dhe gjithë dëshmorët e kombit. Faleminderit. General Ramën ftoi Major Mehdi Maloku që të marrë komandën. Efektivi, gati, tu! Komandante njësive, mërë komandën dhe liron njësit. Fillon pjesa artistike.
ansambli kombëtar i këngëve dhe valleve paraqitet me 2 valle. Vallja e parë, vallja e Përdrinit, ndërsa në përmbyllje do të ketë vallën me motive nga dive që do të paraqiten në këtë koncert, gjithsesi në këtë shfaqje, në këtë festë të madhe, janë me një monolog aktori i mirënjohur Dibran Tahir.
Skënderbeu ndroi jetë në degët të lisit, testament vari shpatën. Kur ta dojë nevoja dheut, t'jap kumtin dhe jo mandatën. Kështu ndodh gjithmonë me trimat. Me krye trimat që hynë në legjendë. A nuk u ngrit me Gjergji, me 9 plagë që në logët Mejdanit të marrë plagën në 10, të 10 plagë. A nuk u ngrit dhe Ademi, a nuk u shfaqë dhe Azemi, nga shpela kështjel, e malë më malë, e kodër më kodër pushka ti shpërndan të jehonën, Kyçavit të morë e pashtrit, sa dhe u ishtë në rësik. Jo, basa Ismail, nuk më ka lënë kujtese. Bukur ja lidhe këmbës shekullit atje, në jug. Kokën do t'ja shtrëngoj unë këtu në veri. O do të bëjmë lirin, liri, os do t'ket më shekull të ri, as në lindje perëndim, as në jug e veri. Shpate Skënderbeut, a u shtit
e